Para ndeshjes së nesërme finale të kupës midis Shkëndijës dhe Sileksit, Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut si organizatore mbajti pres konferencë. Trajneri i Kuqezinjeve Jeton Beqiri, përkundër se shprehu respekt për kundërshtarin, deklaroi se pas 8 viteve pritje, është radha që trofeu i kupës të kthehet në Tetov. Normalisht ne kemi një respekt veçantë për ekipin e Sileksit për shkak se është një skuadër e cila në vitet e fundit ka pasur një ekip të mirë, vitin e kaluar luftonin deri në fund për titullin kampion, këtë vit gjithashtu kanë një skuadër të mirë. Mendoj që përparësia e vogël është nga ana jonë për shkak të përvojës që kemi pasur në Kupat e Evropës apo edhe paraqitjet e mira që kemi bërë në këtë stadium. Megjithatë një ndeshje është dhe mund të vendosë një lëvizje, një futbollistit apo një gabim i vogël, kështu që ne jemi si Shkëndi jemi të motivuar për maksimum që nesër dalim të japim maksimumin duke respektuar kundërshtarin dhe gjithsesi ne gjendemi në finale pas 8 viteve dhe të bëjmë çmosje në fund ndeshjes të jemi ne ata që do gëzohemi të gëzojmë edhe tifozërinë tonë dhe normalisht të bëjmë paraqitje të japim maksimumin dhe të bëjmë një paraqitje shumë pozitive. Kapiteni i ekipit Arbin Zejnullaj thotë se qëllimi i Shkëndijës është të fitojë gjithmonë trofe dhe se nesër ekipi do të jap maksimumin për ta mbyllur sezonin me një kupë. Shkëndija gjithmonë në fillim të sezonit luan për 3 objektiva, për paraqitje sa më të mirë në Europë, për kampionatin dhe për kupën. Paraqitjet në Europë ishin spektakolare, në kampionat ishim deri në moment fundit në garë për titull dhe nesër kemi finalin që për ne si klub, si qytet, si tifozëri, gjithë bashkë është ndeshje e rëndësishme, pasi siç e tha edhe profesori që Shkëndija për herë të fundit në finale ka luajtur para 8 viteve, kështu që për ne është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe shpresoj që në fund të arrijmë ta marrim së ndeshje. Nga ana tjetër, trajneri i Sileksit Aleksandar Vasovski ja lë rolin e favoritit kundërshtarit, por shpall një betejë për trofeun. Apsolutno za nas je natpregledna sezonata, zato što znamo da to je natpregledni nos izlaz u Evropa. Për ne, kjo është ndeshja e sezonit, sepse e dim që kjo ndeshje do të na nxjerrë në Evropë. Kemi luajtur ndeshje të mira me Shkëndijën të sezon, e njohim mirë njëri tjetrin. Do të jetë një ndeshje për të shijuar dhe shpresojmë që të fitojë skuadra më e mirë. Shkëndija ka një avantazh të vogël për shkak të përvojës së saj në Evropë, por kjo është një ndeshje e vetme dhe shpresojmë që në fund të jemi të lumtur. Kapiteni i Sileksit Darko Angelevski pret një ndeshje të mirë dhe një garë interesante, duke shpresuar që skuadra e tij të ngrejë trofeun. Očekujem, mislim da je interesin super vëllën dhe Presim një ndeshje interesante, pres një performancë të mirë futbollistike. Jemi të gatshëm të japim maksimumin tonë në mënyrë që të fitojë skuadra më e mirë dhe shpresoj se do të jemi ne. Ndeshja finale e Shkëndija Sileksi zhvillohet të mërkurën me fillim në ora 20 në Shkup.